Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miq të dashur, ju përcjellës të emisioneve të Audionurit, sot do ju paraqesim ju një mysafir të jashtëzakonshëm, të veçantë, i cili ndau kohë nga jeta e tij, nga angazhimet e tij, që të jetë mysafir joni këtu në Shkup. Realisht mbrëmja e djeshme ishte një moment i ringjalljes së emocioneve, kujtimeve të vjetra, me të cilët kujtime jemi rritur, që para 40 viteve, emri i tij vinte në veshin ton, prej hoxhallarëve ton, si një njeri, një figurë i cili mundoheshte, angazhoheshte, preokupim të vetin të jetës e kishte si të përcjell fjalën e Zotit tek populli jon shqiptar, sidomos në atë pjesën e Shqipërisë londineze. Atje ku komunizmi i egër e luftonte fen dhe mundoheshte ta çrënjos tërësisht nga i vend. E ky luftonte me kundërtën e kësaj. Donte që fjala e Allahut, Islamit ngelet në atë vend edhe të rikthehet në pozitën që e ka pas para se vjen sistemi komunist në Shqipëri. Bëhet fjalë për hoxhën e madh Burhan Filin, i cili gjithë jetën e tij, që nga rinia e deri më sot, fatmirësisht Allahu i ka dhënë shëndet të mirë, vitalitet, elan, vazhdon të jetë në shërbimin e kauzës. Çështja që fatkeqësisht shumë hoxhallar më të rinj ndoshta tunden her pas here që të vazhdojnë me kauzën apo të vrapojnë pas karrierës. Të vazhdojnë të kontribuojnë për idealin apo të shohin interesin, sfidë e cila na shoqëron të gjithë neve në të gjitha hapat e jetës sonë. Por shembujt sikurse shembulli i hoxhës dhe të ngjashmit me të, janë ato që neve na frymëzojnë dhe na inspirojnë dhe na ushqejnë shpirtërisht që të gjithë na si pjesë e elitës së popullit shqiptar, ajo që duhet ta udhëheq popullin ton, duhet të jemi të vendosur vazhdimisht që të jemi me kauzë edhe nëse na dëmtohet karriera, të jemi me idealin edhe nëse na e dëmton interesin, dhe të vazhdojmë shërbimin e fesë dhe adheut deri në momentin e fundit të jetës sonë. Hoxhë i nderuar, mirë se na keni ardhur në konakun ton, jemi të nderuar, jemi të gëzuar, jemi të kënaqur që atë emër që kemi dëgjuar para 40 viteve, sidomos në eterin, ajrin që përhapej nga Radio Kajra në gjuhën shqipe, sot ta kemi bashkëbisedues tonë në këtë shtëpi tonë të përbashkët. Mirë se na keni ardhur. Mirë se jeta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jam mirënjohës për qasjen tuaj fisnike, bujare, intelektuale, që i përshtatet natyrës tuaj si hoxh dhe me gjithë ata që ke pranë. Është nësi e madhe që gjenim këtu në qendrën tuaj, nun, dhe zhvillojmë një bisedë vllazënore, jo për mua si Burhan, por për shpirtin e aktivitetit që ne duhet zhvillojmë sa të jena gjallë. Siç e thatë dhe vetë, që nuk duhet merret si një stacion, por është një rrugë që nuk ka nales. E kena gjetë, po e vazhdojmë, dhe të tjerët inshallah taala do të vazhdojnë në të ardhmen. Pra kjo është një detyrë hyjnore që duhet na bëj do krenar, të vetëdijshëm, dhe bashkëpunimi duhet të jetë në mënyrë individuale, por të jetë në mënyrë siç thot Allahu xhaleshanu, të jemi së bashkut, e taun, dhe bashkëpunimi, harmonizimi në veprat tuaja. Pra prezenca ime këtu në mesin tuaj është një kënaqësi, është një frymëzim për mua, dhe ju uroj të gjitha të mira, dhe jam sërish jam mirënjohës për këtë njerëzillëk që po shprehni. Na ndjehemi jashtëzakonisht nderuam, hoxhë nderuam, se kishin imagjinat emri juaj, puna juaj. Në atë kohë Radio Kajra në gjuhën shqipe për ne ishte utopike të kemi na qasje në një radio me nivel ndërkombëtar dhe kontribuoj për Islamin në atë kohë.
Fatmirësisht do thotë ajo punë ka zgjat hala. E kjo është për gjërave të mira se keni nis një sunet të mirë, vazhdon edhe shpërblimet ju vinë në konto, elhamdulillah. Dhe ta nisja për të emri ju, Burhan, duke folë ju, më shkoj ndërmend, thash, jeni argument, sikur se kuptimi i emrit Burhan, argument për hoxhallarët edhe për thirrjen islame në Shqipëri. Nuk e di se është një ashtu, po e thot një fjalë arabe, likulli imrin min ismihi nasib. Po. Çdo njeri merr një pjesë nasib, që përdoren fjalën nasib, për emrit të tij. Kështu që në prind tonë kur vjen emrat, kur na kanë emrin tim kur na kanë, mu me siguri baba Rahmet pas, ose kush e ka shëgjëru, ka pas një kuptim, kujtohet kanë pas një libër vogël në atë kohë, edhe aty zgjidheshin emrat, se cilin emër ndonë, është një libër i vogël, një libër i vogël. Dhe pa është një, edhe vetë kuptimi i tij është argument, provë, dhe alhamdulillah jam mënu, domethënë, sa kam arrit Allahu e din, por jam mënu që t'ja jap hakun me mundësitë e mia, kuptohet, me modestinë, thjeshtësinë që një njeri duhet të ketë. Edhe, por jeta ka rrugtimin e vet, kështu që është një rrugë e gjatë që është zhvilluar. Alhamdulillah, Allah i rëshanë me dorën e tim ka uzu gjithkund nga vendin në kontinent, dhe ja ku jemi sot bashkë. Ajo që doja të thej unë dy gjëra, e para Burhan argument se Islami në Shqipëri ka qenë, do jetë dhe do mbetet. Kështu që kot që lodhen tjetër për ta zhdu. Jeta juaj, angazhimi juaj është një argument, keni përjetu kohën e komunizmit egër dhe keni sakrifikuar shumë për të kaluar në një botë tjetër, e që ka qenë tamam e kundërta asaj që ka qenë komunizmi, keni qenë në Amerikë, në një vend ku ka qenë liria dhe demokracia, do thotë bazament i shtetit, dhe për atje pas e keni vazhdu në Kairo. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë është argument për hoxhallarët, se si që e përmendet, s'ka stacion pushimi. Është një fjali hoxhallarët e përdorin disa hoxhallarë pak më të ri, për hoxhën nuk ka fundjavë, nuk ka pushim vjetor, nuk ka penzionim. Megjithëse pjesë e penzionimit është sistem perëndimor, nuk është sistem islam, se muslimani gjithë jetën deri në frymën e fundit punon, është aktiv. E ju fatmirësisht Allahu i ka dhënë edhe shëndet dhe ardha juaj nga Shqipëria në Maqedoni tek vllazërit tu në shtëpinë tonë në Shkup është argument për hoxhallarët se duhet të punojnë ata mos ndalen. Tash ti thënë drejtën që është një rrugtim i gjatë, po arratise kuptohet, se të arratisën atë kur nga Shqipënia për të dalë, se vetëm vend ishte Jugoslavia ose një Greqia. Dhe vështirësitë e arratisë ishin të mëdha, ishin megjithëse të rrezikshme. Përdej që unë kam rrit në një zonë që është në qeni Shkotës afër, vetëmja mënyrë ose vetëmi vend që të arratishte me ba not, me kalu liqenin not, me ato peripetësit që ka pas e kohë. Dhe arritja në Amerikë ka pas mirësitë e veta që gjithmonë, njohja me Imam Ebi Ismaili, mentorin tim, edhe me tjerë Zoti i lash mian inshallah në ahiret. Dhe pastaj dëshira për të mësu për fenë. Kjo ka qenë dëshirë që në fëmijë, se unë vij nga familje fetare, alhamdulillah, dhe dëshira për të mësuar gjuhën arabe, që në Shqipëri në atë kohë ishte medresja e Tiranës ende hapun, por edhe kishte dëshirë unë të bashkangitesha, por u mylla ajo, dhe u myllën gjitha medreset përpara kësaj. Po pra dëshira për të mësuar gjuhën arabe, për të studiuar Islamin, ishte që në fëmijëni ishte zhvilluar, falë qoftë punës mirë të babës dhe të nanës, të dy ato, kishin këtë shpirë, por nuk u realizua atje. Allah i rëshanë sikur, se ke këtu vendin të shkosh jashtë. Por qëllimi jem nuk ka qenë gjithmonë për ta mësu Burhanin, për ta eduku Burhan me frymën islame, për ta fortifiku këtë njeri që quhet Burhan. Dhe kurse kam pas qëllimi se Imam Bebia më ka dërgu ose më ka ndihmu me shku në Kairo, me qëllim që të kthehesh dhe të zëvendësohesh atë. Detroit. Pra bashkë një vazhdimësi e punës tij. Po për mua ajo nuk më duke se ishte e mjaftueshme. Se imam në Amerikë, sidomos në atë kohë, muslimanët ishin pak,
praktikimi i islamit ishte... Bëhet fjalë për cilët vite? Viteve 78, 79, 80, ishte tjetër atmosferë. Ku do në botë ka qenë nërsh, po sidomos atje ishte fillimi i zgjimit muslimanëve që ma vonë, mashallah tash kemi tjetër, si ku do në botë. Pra qëllimi ishte për ta përgatit këtë burhan për veten e tij në radhë parë. Dhe nëse dikush ka nevojë me marrë diçka për me por nuk ishte qëllimi që unë do të bëhem imam, se shumë kam ligjuar për studentëve tonë që kena pas për shembull, për zonave tona këtu, kur ishin Kairo, dikush thotë mu bë mëfti atje, dikush më bë atje, me hi mësues profesor medreze, e këto mu dukshin mu diçka që një thirrës islam, nëse mund ta quajmë kështu, një misioner, s'duhet ta ketë këtë qasje. Dhe kjo kanë ajo domethënë që unë me këtë frym kam shkuar. Dhe imam Bebia mori vesh pastaj se unë s'do kthehesha më atje si imam, por Zoti hapi rrugën tjetër. Për të emrit kalojmë te Nofka, te Kunja, Jetim Zaman. Pse kështu e emërtuat vetë? Është Jetim Zaman. Fjala jetim kuptohet në ndim që çfarë do thotë, por ka jetim babe nënë, ka jetim babe se nëna me kënë është në letim që i thonë ato, por jetim, ka jetim. Zamani, se të që unë ika prej një zaman, që ishte zamani zorshëm, gazepit, hallit, në një zaman që qeshi fati, shkuve në Amerikë për shembull. Shpëtimi i herë nga kthetat e komunizmit, peripecit në burg të Jugoslavisë, kamp refugjatë, pra mirë për gjithë kënë ishte dhe me thënë gjithmonë me sy nga do më vinë nima, të kallahu gjithë shanu ishte gjithmonë, por pra një lloj jetim lekut, qofë vatanit, venit, qofë familjes, qofë shoqëni, gjithmonë një shoqëri të re, nga një shoqëni tjetër, nga një vend në vend tjetër. Këto ka përcy që i themi ne në rrugën tonë të shtigje. Më dhanë menimi që me gjithmonë unë se gjithë jetim janë, me jetim kur t'ju në fjallës, jo se nuk është vetëm jetim njëri me kënë pa bave, pa no, jetim është kur s'ke vatan, kur s'ke familje, kur s'ke shoqëni, kur s'ke... Dhe kjo ka kënë ma tepër, ma interesante, ma tërheqëse. Do thotë, faktë është emër artistik, mirë po ka një kuptim thellë brenda vetës, se muslimani në atë kohë, do thotë për shkak të fesë i ka qenë një lloj jetimi, i pastre, i pambrojtun, i pandihmes. Dhe normalisht koha është ajo që neve na kufizon në veprimet tona. Lindja dhe vdekja janë dy limitet e kohës që kemi në disponim për me e mbush ato me vepra të mira që fatmirësisht në rastin tuaj janë të stërmbushura me vepra të mira. Allahu ja bekoft ju e jetën që ju ta mbete, ju dhe shëndet deri në fund të jetës. Inshallah, është ashtu që thoni ju. E tani kthehemi tek puna e Azharit. Ne i mirit normalisht me vlerësimin maksimal që e kemi për Azharin si një universitet historik i umetit islam, me një të kalume shumë të begat, me një kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e mendimit fetar islam, po dhe jetës fetare islame. Si e gjetët vetën ju në Kairo, në Azhar? Unë kisha fillu mësimin e gjuhës arabe, që sa shkova në Amerikë, mas që mësova pak anglishtën, se s'di se asë anglishtën, ta jetim prapi i shumë gjanave. Dhe mas që parë vetën tisit të më ndjenjit mirë në anglisht, kisha dëshirë të hishe dhe arabishtës. Dhe fillo me Imam Bebin në fillim. Falim tha Imam Bebia dhe gjë për hënë të ma mirë gjejmë një arab, që të mësojnë se unë sa dhe me të mësuat, unë kam atë theksin të më, është vërtet. Dhe mundohem me gjithë në arabun. Në atë kohë, nuk ishte kë islam, kë praktikim, ose kë rëzatim islami që është sot. Që atë kujtohet, pak kemi qenë në steman atërë. Pak praktikant ka pas, dhe shkoja mrapa dikuj, s'pajna vendeve që nga bishin, edhe më thoshin, qatë duhet arabishte? Sa anglishte, arabishte, sa gjaja punët, sa lodhesh. Ata se dishe se arabishte është gjuhë ardhëmarisë. Mirë po, unë nuk ma heqte bini kështë që duhet të mësohet, da gjuhë, unë i përkas asaj shpirtnisht. Jo arabisht, po Kur'anit. Dhe nuk më
më thënë, nuk më hoqi mua të vullnetin tem, Me rapo. më diskurajojnë, po për kunës inkurajimi ishte. Dhe fillova edhe shkova, kësë aty ka dy sistemi, college, university. College është institut, ma 2 vjeçar. Ti aty nuk kërkoj diplomë, se unë nga Shqipëria s'kishim as dokumenta, as kur gjë. E kena dalë nga liceani pas, akurisht. Dhe nuk kërkoj dokumenta aty, shkollë mesme, gjëna, dhe hyna aty, dhe mani më si mura, po thushe më roma atë, u transferova në universitet. Dhe aty mora më një prapë lanë arabe, që i jepe nga një rametlia, doktor Shakër, nga Egypti ishte aji, shok imam Bebis, në Amerikë heret, dhe aji më jepte mësime darasat islamie, në studimet islamit. Të në Amerikë? Në Amerikë, po. Kuptohet, në shkollë merë sa mërë mësim, po nuk merë në keca baza, po nuk mund është me ecë të tamam. Kontaktat me arabi ishin të pakta, edhe ata që flishin dialekte o egyptiane, o siriane, o tjedin vetë, dhe nuk më ngrohte shumë, sigur ajo nuk po e vlon të ujnë. Dhe i thëmë imam Bebis, vëllai, unë kështu s'pajeci, fakt. Që edhe mu martu i njësë, pa kam i herë këtu, nësa është mundësia me shku dikun në even arab, për atyri ishte heret me shku, se të shkojnë edhe për Amerikën me studiu. Me studiu në venet arabe. Por atyri si ishte kjo, akoma s'kishte dalë kjo urneksi, me thanë. E këta mund vëllaj jam i gatë që me shku këtë Armenia. Thot, po mërë, këtë dush, kishte lidhje me gjitha venet ai, me Saudine, me Sirine, me Jordania, me doli ma vone, me Egyptin kuptohet, që kishtë qenë vetë studenti e zherit. Thoj, thëmë vëllaj, unë jam gati. Dhe kontaktoj atje në zherë dhe unë nisëm bashkë, më shoqënoj, me thanë drejtë, në kanë 2 muj kanë në Kairo. Bile aty më bani taku, më herën e parë me taku, të reshin serioze, Naim Efeni Tërnaven, Reshad Efeni Medjidin, Ahmed Efeni Ramen, që ishin 3, kanë pas një shkushmëri të mrekullueshme në mesin e tyre. Dhe ato bënë se që marë vizit në venet tona këtej. Dhe shkova atje, imam Bebija që thash, me shoqërinë e gjatë që kishte pas dhe e kishte rujt, një prej veçorive të mina që hoxha duhet ketë, nëse ke një talebe ose ke një matërisë e vetën, mënoj ta marrësh pjesë të shoqënisë tane. Por si me rëndësi kjo që tha hoxha, në 2-3 dhe përsëriti, dhe të hoxha imam Bebi Ismaili e ka pas shoqërinë dhe e ka rujt atë. Dhe pastaj e ka shfrytzuar atë për nxënës të vet. Madha tamam si kapital që ne një babë mirë fëmis. Se shoqënia është kapital i çmueshëm. Fatkeqësisht sot nuk vlerësohet si aset. Megjithëse domethënë kuptohet. Kur nuk kuptohet, nuk vlerësohet. Për shembull, unë kam parë shumë studenta, unë një duhet gjithë që kanë studiuar dhe një pjesë madhe po. Jo këto edhe disa kanë ecë shumë mirë dhe nuk kam vorresë asnjë prej tyre nuk kishte lidhje me shoqëni që kishim ne për shembull studentë nga kishim në zerë për vendeve të nërshme, ose venalive. Dhe kjo është një mungesë, është një fukarallëk në vetë. Ti studion 4 vjet, 5 vjet për shembull një vend, dhe nuk të një shok nuk e lën mbrapa, që të kesh një moralse, të kesh një korrespondencë. Atëherë ishte me letra, tash është me gjëra të tjera. E kjo e kam pas se ka qenë mungesë e madhe. Pra imam Bebia mi la mu këta. Dhe kjo më ndihmoi mu për historinë time, se Ezheri, unë pa të shkru një artikull ma vonë, mësë një gazetë, kam alhamdulillah një për gazetar për shumë. Fatmirësisht keni përgatit edhe monografinë tuj, do të është ka fundi, me sa kuptova. Me thanë, është aja, po, kështu që ai shova aty dhe në mes tjera thash që Ezheri nuk është mrena mureve të Ezherit. Ezheri është nga Aleksandria dhe në Sudan. Krejt është Ezher. Edhe është e vërtet, ma shumë kam mësuar për dollarëve, jashta në xhamia në xhamia ose në tubime, me zhlise që bashin, se sa kam mësuar se shkollat jetin shumë mirë në Mokararat, ai profesori. Kurikulat Ja, me korora këtë libri i tij ishte kuptohet ai, këtë faqe, kështë njerëz që mësoshin bramenç. Në anë tjetër nuk ke dalë
nuk në ke përfitu, për nëse Do thotë në studimin, porosia për studentët do të ishte që në momentin që je student, vazhdo universitetin, merri pjesat bazike, por mbushja atë me diturinë që ndahet në vende tjera. Edhe mos ju ndaj asaj, merr pjesë, marrish pjesë në çdo të bëjmë që bëhet. Tamam si bleta dhe? Ja vërtet, e vërtet. Kështu që kja nemoj dhe duke pa ecurin shoqni, alhamdulillah, dhe erdhi pastaj qëllimi, unë po mësoj për Amerikën, s'jam të shku mbi bëj imam kuj, por qa mund të bëj unë pra derti të shikë të pravët të derti, qa mund të bëj unë diçka për musliman tonë, që ne jemi amaneqar të popullit nga Kanadal, populli jonë ishte. Kjo ju përcaktoni ju si njeri që misioni i thirrësit ju ka shoqëruar vazhdimisht që nga dita e parë. Kjo ka kënë e pandame. Unë kujtohet kur shkova në natën e parë që hyna në qytetin e studentëve, me një të Bocës, që thoshin ato, ku kishte mi 2000 studentë nga vendet, 77 vendet Bocës, dhe aty është një xhami, aty bile është vakëf, është dorat nga Kuwaiti, nga Bejt Zeqat Kuwaiti. Dhe xhami e bukur, për mrekulli, hina të merë fala dhe fala bile më kujtohet, pasi falem duket ylen, fala 2 qatë kratë gjatë, 2 qatë kratë majtë xhamis, dhe aty më doa që, o Zot, për që kjo xhami, ose si e tillë, të hapet Shqipni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Të dhe banë që unë... Këta janë emocione shumë të rëndësishme, Hoxhi nderuam, edhe se kjo e mban gjallë njeriu. Emocionet e ngrohta, emocionet e sinqerta, brengat, ëndrat e mira që i ka për vendin e vet. Kjo është se njenjat ato kur preket njeriu, ja për shembull kjo këto momente sentimentale, të ndjeshme, nuk i prek asgjë fizike. Ne po flasim, vetëm fjala bani që prekëm unë. E kjo është një prej mrekullive që Allah i ndërshon ka insanit. Njenjat të cilat pra nuk është nevojë ti prekësh ti fizikisht. Hoxhi nderuam, janë shumë të rëndësishme në këtë kohë të ekstremizmit, materializmit në jetën tonë. Edhe kemi nevojë na ti spikasim këto ndjenja dhe emocione dhe të themi njerëzve, nuk është vetëm materiale ajo që duhet na preokupon. Po ajo që është brenda nesh, që provojnë emocionet tona. Edhe ajo del vetvetiu. Po. Janë të natyrshme. Del tilqaien. Ajo është diçka që as ti s'e ke në dorë. Për shembull mund të thonë dikush që më shef mund të thëjë, do të ka pas kamerallithur në shkuadrën. Por kjo unë për mua se këto janë gjëra tash që dalin ti s'e ke në dorë, domethënë se nuk e kontrollon dot. Okej, vjen. Prandaj kjo është më ka thënë. Është rëndësishme në ndërtimin e karakterit të njeriu. Do thotë kur njeriu ka breng, ka emocion, ka ëndër, ka ide, zakonisht ai njeri arrin një pjesë të madhe të asaj të realizon. Problemi që ka një pjesë e madhe e rinisë son, përfshi edhe hoxhallarët e ri, i mungon kjo ëndër, i mungon kjo dëshirë, i mungon ky emocion, i mungon kjo ngrohtësi që do ta ketë brenda shpirtit të tij vazhdimisht, i cili e motivon atë që të realizon projekte. Inshallah, këtë fiun tash ne shkojmë prapë tek ajo se jeta ime në Shqipëri, unë kam mik 27 vjeç, nuk kam mik fëmijë. Po. Ma një moshë fort e madhe, si më thënë. Mirë po për jetën që kena pas Shqipëri ka qenë një jetë shterp, por një Zoti Murat që dola, alhamdulillah. Dhe unë qysh, para se me ikë, për shembull, ka qenë një tash dëshira me mësu gjuhën arabe, me mësu për islamin, të libra që kishte baba, i kena lexu, i kena bë. Por edhe gjëmaja funit që kena falë Shqipërinë në 67-ën me 7-8 mars, që u myllën i fetë, që u myllën fetë, ka qenë gjëmaja funit, 4 vetë kena, imami, babra me të pas, një gjëmat sti nga ishte, nuk ishte prej zonës tonë. Pra të gjitha këto kanë kenë... është momenti i rëndësishëm edhe kjo 4 xhamat, që jemi vëllazër. 4 xhamat në xhami. Gjëmaja e fundit. Na sot mund ta parandojmë veç kiameti me ndodh kështu. Çfarë emocioni është kjo, të vret shpirtin. Ti je me 3 musliman tjerë në xhami dhe din se kjo është namazi i fundit që të falen në këtë vend.
edhe mos s'ki drejt më falë. Duhet më ndalë në këtë moment. Se cilë për nesh me përjetu emocionalisht. E prej asaj dite, 7-8 mars 1967, e deri 1991, shumë njerëz kanë mendu se kjo punë ka marrë fund. Se s'ka më këtu islam, s'ka ezan, s'ka minare, s'ka xhami. E kuptoni tani çka do thot njeriu çka vendos edhe plani i Allahut, s'mundet njeriu t'ja imponon Zotit planin e vet. Ama emocionet e këtyre kanë qenë jashtëzakonisht shumë të vështira ta përjetosh. Edhe ku është e dobishme që duhet ta marrim si mësim. Këtë moment shumë të vështirë ta shndrosh në energji pozitive. Po, unë do të rreshtohem përballë kësaj lufte të egër kundër fesë, që unë do e mësoj fen për vete ta mbaj, po pastaj do të bëj çmos që në atë shtet të mbyllur hermetikisht të përçoj zonën e fesë, zonën e fjalës së Zotit. E kjo është shembulli ku na duhet ndalemi te jeta dhe biografia e hoxhës tonë dashur nderuar. Se na hendikeposemi. Në momentin që kemi kësilloj vështirësish, na dorëzohemi. Unal, zbat, nuk mundemi më të tje. Mur kemi, derë kemi. Te hoxha u bëj kundërt, u bë motiv shtesë, i cili motiv që nga momenti i parë që ka shkel në trollin e Amerikës, e ka shoqëruar vazhdimisht sipas tregimet, derisa ka shkuar në Kairo në Azar dhe ka filluar studimin, ëndra e xhamisë edhe ëndra e përshimit të fjalës. Na fal hoqë, ndërpretëm po thjesha, desha ti një mëvizoj këto porosi. Në famë se më dhe rrës me marvetit. Ajo, digja se kur u vendos menim të Allahut, kuptohet se gjasë bëhet për i nësht, po, Imam Bebia që thashë pregaditi shkumit të në Kairo, shoqënim që në shoqënin e tij, po kishte shumë shqiptarë në atë kohë që edhe kishin drejt deri diku që ku shkon ky? Ky ka ikë prej Shqipënia s'ka feje i kanalu, prish kisha, prish xhamia, djeg libra, Kurani. Ka doli hoxh, ka doli fetar që me shku, do me në Amerikën, tonë do në marrë në Amerikë, do me shku në Egjipt. Egjiptianë vetëm thoshin ku do me shku më tani. Se në vërtet kur shkova në Egjipt, unë gjeta rralla aty për buk rralla, për sapun rralla, për oriz rralla. Rralla, me nejnë rralla për me mori kile buk. Ku shkon thoshin? Prej Amerikë, lënë Amerikën do me shku në Egjipt. Uji s'është nuk rrjedh vazhdimisht. Elektrisiteti nuk është gjithmonë. Edhe anë kishte nga ato që thoshin, kë ka mision. Çfarë misioni është ky? Ka si spinju për i ku jashtë. I UDB-s, i sigurimit Shqipërisë, i CIA-s të Amerikës, të gjitha këto. Mi po nuk i Përfillshme. Absolutisht. Edhe binja im ishte e tillë, kështu që njeriu duhet të ketë binje, njeriu duhet të ketë atë që quhet, domethënë, vendosmëri në rrugën e tij. Unë du me të kthip pak mbrapa se ngeli pak aty, sidomos përmendje e hoxhës madh Imam Vebi Ismail. Na jemi rrit edhe me librin e tij. Historia e pejgamberëve, historia ka qenë se pat për librat e parë në gjuhën shqipe që kanë qenë. Pas libra e për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe emri i tij gjithashtu është gdhenë në kujtesën tonë fetare si fëmijë me librat e parë në gjuhën shqipe, do në kohën e komunizmit, fundit komunizmit dhe pas komunizmit. Hoxha Imam Vebiu, nga ishte? Nga cila pjesë e Shqipërisë ishte? Imam Vebiu ka janë Shkodra. I Shkodrës edhe ai. Ju Shkodra, si është kjo punë? Ka të shkojmë Shkodër rastisim. Ku do që gropojmë na der Shkodra? Se unë pas e kam historinë time me Shkodrën. Është ai Imam Vebia është një mosh pavarësisht me Rahmetin Sheikh Albanin. Sheikh Vehbi Gahoqi dhe Sheikh Shuaib Arnauti kanë qenë matri. Se këto Sheikh Albani, rahmetullah alej, dhe Sheikh Gahoqi kanë lënë Shkodrën. Kurse Sheikh Shuaib Arnauti ka lënë Sham. Dhe të tri këto familje që emigruan për hir të Allahut xhaleshanu në sugjerimin ose këshillën e Sheikh Sulejman Gahoqi, baba i Gahoqit. Sepse Allah i nderoi të se cila familje për ty nxorri një alim me thënë kalibrit ndërkombëtar, si Albani, si Gahoqi, si
Arnauti. Dhe pra ishte nga Shkodra, ai mbaroi medresen diku në Tiranë kohë zogun, në 37-38. Prej aty shkoj në Egjipt me grupin që qeveria me zogu kishte lidhur me Egjiptin dhe jetoj 11 vjet në Kairo. Aty u njoh pra me ato shokë që më ne njohim mu me ato. Dhe në 49-ën Shqipëria u izolu. Që në 45-ën. Dhe shqiptarët e Amerikës meten jetim, se u mëllva tani ato, punoshin atje e bleshin toka Shqipëni, Korça ishin nga jugu shumica. Nga Përmeti, nga Korça, nga Gjirokastra, nga Vlora, ishin jugorë shumica. Dhe doshin, duke pas parasysh se pa xhami dhe pa imam ata do të asimiloheshin komplet. Dhe rëndësia që të kishin xhami dhe imam ishte vendimtare. Atëherë në pranë Kairo kishte studentë si Imam Bebia që kishin met atje, Shqipëni s'ktheheshin dot. Dhe një prej tyre ishte Imam Bebia që i ra rasti me mu ba imam i tyre në 49-ën në Sheba, atë vit që kam blerë. Pra ky Imam Bebia ishte i tillë. Babet i ka qenë hoxhin apo zotë më ai. Interesant është ajo që doja ta përmendi hoxhin nderuam, njerëzit që lonë në gjurmë të veta me punët e mëdha që e bëjnë. Emri tyre ngelet i paharun. Imam Bebiun, për shembull, ai nga Shkodra, na këtu në Shkup e kemi njoft që në kohë të fund komunizmit prej librit të tij. Pastaj normalisht e kemi njoft edhe më tepër jetën e tij për angazhimeve që i ka bërë, se llogaritet xhamia e Detroitit, xhamia më e vjetër në Amerikë, me sa e di unë. Edhe na shqiptarët jashtë bëhemi të mëdhej edhe bëjmë shumë, po këtu mrena nuk e di se pse si arrim ta bëjmë të njëjtën. E lëm për jashtë. Nuk ja dim vlerën njëri tjetrit, si na e din të huajt. Domethënë, na kemi shkuar në Egjipt, mi bë mbretër atje. E kemi udhëheqë Egjipt, mi bë mbretër. Kemi shkuar në Sham, mi bë akademik botnor. Kemi shkuar në Amerikë, e kemi hap islamin të parët. Po këtu mes nesh, nuk e di s'po na ecë. Nuk po na nesër. Imam Bebia, do të jap një shembull për të, se ka qenë, megjithëse ka qenë hoxh, se hoxha i mirë është ai i cili e merr këtë detyrë pa pyet se si do jetë rroga, si do jetë, sa privilegje do kem, që se shumë të angazhimet ai ka shku thjesht me shërbim Allahu Gjersan. Dhe në vitin 52-3 kështu, kishte 2-3 vjet në atë kohë atje. Egjipti ende ishte i sënum për mretit Faruk. Pra revolucioni është i qytë nuk ishte ende. Dhe ndërtohet qena Islame në Washington DC, kryeqytetin e Shebas. Ndërtohet nga Egjipti. Dhe drejtori i saj qene u caktua një mik i Imam Bebis, që kishin bërë shkollën bashkë në Azher më herët. Dhe ai kishte studiu kuptohet edhe jashtë dhe e bin atë si drejtori i qenës. Dhe bëhet inaugurimi i qenës islame, aty vjen Eisenhower ka qenë president, bile është mirë që ta ceki, edhe që ai i thanë, donin që t'i bini një palë si puna këtu në papuqeve, që i themi ne, heqla, që mos ishte këpucët. Mirë pa e dinë islami se kishte, si komandant i ushtërive, alaten, luftën e dytë botnore, kishte jetu edhe kishte shku vizita nga Maroku, nga ato venet, dhe nuk pranoj që t'i visht ato, po e hoqë këpusin i men. Imam Bebis i thaj miku i ti, që i drejtori i qenës, i tha pse s'vjen këtu ke unë ti, dhe të bërë zë vend si im, Imam Bebia kishte rrogën $200 atërë, muj. I tha të rrogën do kesh $1.000. Do kesh makinë dispozicion. 5 fishi. Do kesh privilegj, do kesh, për thënë gjitha, do prestigj, Washington DC thjesht. Imam Bebia i tha, e falenderoj, i tha, unë kam bërë jetë qëllim me shërby ati popullit që më nep $200. Allahu akbar. Sinqeriteti njerëzve i bën të mëdhej. Janë vepra që na nuk i kemi ditë për hoxha. Mirë po e kemi dashur në distancë. Kemi pa gjurmë të punës. Janë modele, andaj ne fatkeqësisht për mangësive që kemi aty janë shumë, si komunitet po flas, kemi mungesë të arkivimit edhe të dokumentimit të biografive të njerëzve të mëdhenj që kemi pas. Dhe kjo është për mangësive më të mëdha, insistimi i jem edhe i shokëve tonë që
njerëzit e mëdhej, ata që kanë shku dhe juve që ju kemi, duhet vazhdimisht të shpalosin momente nga jeta juaj për të kuptuar njerëzit se kretë kjo është ndërtuar mbi një sakrificë jashtëzakonisht të madhe, para se gjithash nga një sinqeritet dhe dëshirë e flak që edhe Islami, edhe kombi jon t'jenë zhvillim të vazhdueshëm. E Zoti ju shpërblen, ju bekon, ju jep vazhdimisht mirësi, ata që kanë shkuar në ahiret Allah i mëshiron dhe i shpërblen në xhenet. Dhe inshallah na që jemi pas jush, e tjerë që vinë pas nesh, që kemi model, edhe të vazhdojmë të ndjekim rrugën tuaj. Inshallah. Tani, pastaj dëshirën që kishit në Azar, atë xhamin e bukur që e pat, edhe mënyrën se si ta përhapni Islamin të na në Shqipëri. Pas erdhi së fillimi se njeriu, unë jam i bindur te kjo dhe kam këtë bindje të patunën, që njeriu me se ke diçka, mësu diçka, mirë është ta ndash me tjerët. A paksohet kur ta ndash apo shtohet? Shtohet. Po si është gjërat kur ti ndash ato paksohen? Jo shtohet se janë besit të Allahut, janë me tuja ata. Çdo gjë kur ta ndash paksohet përveç diturisë, e cila kur shpërndahet shtohet. Shtohet edhe bëhet më lezetshme. Ti një pemë për ta kesh, dhe dikush ta marrë një degë për ta shortuar në atë bafçën e vet, ti ke fitim. Do bëhet ai fruti do jetë nga ti. Mangësot e ti, po bën 2 pemë. Nuk mangësot fare, jo, e lehtëson bilat pemën. Po, pemën, po. Ai e bën. Kështu që pra ishte kjo, të thonë që pasi arrite një nivel deri të kënaqshëm gjuhën arabe dhe mësimet që ishin grumullu, që ishte që mund të bëjë diçka unë praktike që ta ndaj me tjerët, ai ishte rrallë për ka fillu përkthimi i disa librave në gjuhën shqipe. Me qëllim që të shpërndashi në diasporë, por gjithmonë të ke pas besimi se do vi një ditë që Shqipënia mund të hapet. Kjo ishte edhe bile porosia e babës Rahmet pas gjithmonë, kur ishte në Shqipëri, ku shpan rojet, që Burhan mos e mërzit se do në rojnë, nuk do rrinë Shqipënia. Kjo ishte. Dhe fillova përkthimin e librave që kanë qenë ato 2 librat e njohur të Imam Nevavis, Arbaun Hadith Nevavi dhe Qudsi. Tani, cili ka qenë libri i parë që është për këtë shqip? Këto 2 kanë qenë, të duan, ka qenë Imam I kanë pa unë ato botimet amerikane. Janë votu, dhe janë bu disa hera, ta bile një hoqë nga Ulqini, kishte shku vizit në Zher, të shpuan. Dhe vllai hoqja striti më thot, se ai kishte shku atje dhe këtu shetit në Zher ka pat një si stand aty që kishte mund libra të gjuhë të ndryshme që janë për këtë. Një për tyre përsa kanë edhe këtë libri që kam për këtë unë, Arbaun Hadith Nevavi. Dhe përktheva këta unë dhe Imam Bebia i botoi në atë kohë në Amerikë. Mani Rabit Alem Islami me qenë në Mekke i botoi para se më shku Shqipë, para se marrë Shqipëni unë në 91. Dhe Islamin Focus, që është për këtë i botoi edhe këtu nga logos e atyrë. Dhe për këtë ishit para këto. Pa ne lini kjo ideja, të libra mund shkojnë, nuk shkojnë, këtë shkojnë, një libra është do shkojnë, so që çfarë rrugë është që mund të njekim ne që t'i shkojë zonë islam shqiptarëve, Shqipënisë zyrtare ose londonese, që thotë. E vetëm mënyrë ishte valë të shkurtë apo radja. Ai ishte e vetëm mënyrë. Po të si ta arrije. Kjo është, unë e fundi që ishte, unë student, amerikan shqiptar. Mirë po, kjo është gabim prapë, se ne ka njerë e zvogdojmë betin. E shojmë betin të vogël. Shojmë betin se s'muna me arrajt. Se shkputim nga e bëjmë si kur unë jam, ti harron se si e ti, pa është Allahu njërëshon që i dërigjon punë tuja. Njoftën Allah shef kene mirësinë zemrat tona, pasaj i leson. Se si të hapa e ku e dinte. Dhe lini ideja kjo. Edhe bile ka qenë, gjithë momentin e tij, po si erdhi ka qenë dita Arafatit, ka qenë haxh atë vit, dhe po shkojnë Kairo, ke shkuar në Kairo, kam qenë një herë. Okej. Do shkojnë në aeroport, kam qenë kohën më të mirë në Egjipt. Apo si kështu. 2012. Dhe tu shku të një mik me origjinë shqiptare është i bile, ka studiu me Imam Bebir, baba i tij, Mehmet Egra nga Durrësi. Dhe radio hapun për një zemër, ishte masdite kështu, ato që në atë kohë fillojnë me folë për Arafatin, gazetarët e ndryshëm, një fliste turqisht, një fliste swahili, një fliste urdu.
tu I përshnet nga Mekka, tu I përshnet adetarët e vetë në vendet tyne. Tha Mariahu, po ku erë shqiptarët? Po. Dhe kjo ishte shkëmbia. Allahu akbar. Mashallah. Po, punë është si do arrijet këtë është, se të vjen një ide, po si do arrijet. Po. Ja, këto peripecit e kalimit të idesë, në realitet janë shumë elemente të rëndësishme se njerëzit zakonisht kur e shohin produktin final, ai thënë le të çka kjo punëjore, se ka shumë punë, derisa xherë domthonë. Shikoj se ne shijojmë frutet të ndryshme. Pas njëherë nuk është rëmendje se këto frute kush I ka përlu, si janë përlu, sa vështirë ka pas ai zotnia që ka bë, si kanë arë, si janë ambalazhu, ne e shijojmë dhe mbaroi puna. Për ne kjo lini. Edhe bilim nuk falendrojmë Zotin, as kem bilim. Kështu që kjo pra filloi kjo dhe më nejtë se kemi si më gjetë. Binja ime ishte në atë kohë se Arabia Saudite mund ta bante këtë. Mreti Khadim al-Haramain al-Sharifein, dy vendet e shenjta në botë, pasonisa dush. Edhe menimi, binja ishte se ato u monova, nuk arrita gjama atje. Ma ne dikur sugjeroj Egjiptit gjithmonë ishin të ankesa ato. Jo kanë bërë luftë, kaq kanë bërë, kaq kanë ekonomia kështu, ekonomia kështu. Në problemet e veta, me allët e veta. Mirë po, I thash vetit zemrës që themi ne edhe jepje burhan si mëse. Edhe fillova në kontaktet me vllazit, me miqt që njofti më me bija me të. Dhe me miqt që unë kisha arrit njësha më vonë, se kështu shkon shoqënia. Dhe aty filloi dhe puna se media ka rëndësi të madhe shumë. Vendimtare. Shife, media kur flet një hoq, flasin para 40 viteve, se sot gjithë e kanë kuptu. Po në atë kohë me kuptu ishte jashtëzakonisht para kohë, I thuhet. Ishte të kishe të kontakt me gazetën, ishte gjama dhe të arrishet I deri aty. Më në gazetar mund të ketë një vedeve të ndryshme, po të kesh lidhe me një gazetar që me gjithë të vendëm dhe ka pesh. Dhe unë këtë erdhi sugjerime të që të shkruaj disa artikull. Ku mi shkruajtë, Pani është e lezetshme jeta. Një mik më sugjeron të takoj një Ahmet Raifi ka pas atë shtypshkruajën e vetë, ka pas marrë me libra. Dhe më thonë dikush takoj se ai është njëri që ka lidhje me njerëz, me gazetarë. Edhe ai doli me origjinë shqiptare. Që në kohë me metalist, ka shkuar me metalist, ka qenë pe si Faraithi thënë na. Dhe ai më njohi më me gazetarin e njoft Ahmet Behgjetin Ramat Pas, të Lahramit që ka pas I shtyllë për ditëshme. Lahrami është për revistave më prestigjioze. Dhe më vjetër. Dhe ai shkova në shtëpi tim, priti shumë mirë, një intervistë që bani që dori 3 artikuj. Çfarë vit ka ndodhur kjo? Kjo kanë 86. Dhjetor 86. Dhe artikulli I parë ishte kush fliste për mua. Bile ka Welgjo min Albania, ftyra ti ose pamjet nga Shqipëria. Artikulli I dytë ishte Hilme Rëgjol, anra e njeriu e këtij burrit. E treta, çmë se folën që ka zë. Me kanë gazetar janë na. Ai e pas ka po perfekt intervistë. Vallai po edhe artikullet e tij kishin shumë lexues. Shumë ndikim të madh. Jo vetëm në Egjipt, por edhe në botën arabe. Po Ahmet Behgjeti është emër I njohur. Jo, edhe ka edhe libra, ka NBA Allah që për këtë gjuhë shqipe. Janë për këtë disa libra të tjerë. Edhe pani fillova me gazetarinë. Me gazetat tjera, me Akhbarin, me Livan Islami. Dhe kjo filloi pa Romani takime shihen e Zerit. Dolen binar të gazetarisë faktikisht. Po. Pani edhe kjo krahas saj edhe me njerëzit që kishin influencë. Më thot dikush, do ishte mirë të takosh Mohamed Heikel, Hasan Heikel. Miki Abdel Nasir, gazetari shqum, I gjitha kohët mretit, telefon ka qenë. Llogaritet eminenca Green atë kohë në Egjipt. Po ka qenë me gjithë me mirë, po unë kur si për në gjënë se ka vdekë, zotja falë, po ka qenë laik, edhe e ka shpreh, nuk më ngrohte kurrë ajo, megjithëse ka shkruar libra, ka qenë I njoftën shumë, ka program për El Jazeera ka pas program, ma Heikel, me Heikelin, program javor. Po nuk më ngrohte, edhe pse gjithmonë mundem me gjetë njerëz
që kanë qasje islame. Po, po. Ata musliman ishin tanë. Po, mirë po, qasja dallon, po. Qasja dallon. Dhe këtu janë munu, dhe me atë që kam pa, dhe është doli hajrë. Tako me shenë zherit, ma ne me misë që kështë kryu unë, mos të shqita arrijun me taku drejtorin e përgjithshëm të radiostacionit Kairos. Është një fehmi Omar, Allah më shëro. Amin. Të shvor nga vdek. Të shtë më arritë të kënë të shkërstja, të me shkutin me spira, aja ndërtesa ka 22.000 punojës, radio televizioni. Kam qenë radio të Kairos, kam qenë në emision, mësafir kam qenë. Mashallah. E ke pa disë njështë? Po, po. Edhe si më arritësh atje, një mik i imi që kështë njohë, mik familjar, mik i familjes, a i kështë misimet edhe më lidhi, prap shqiptare të, një vajzë që Azamina, ajo ishte shqiptare në origjinë, dhe edhe ftyra i jarun të bële. Po dhe emri Arzemin Arab nuk kanë emri Arzemin. Dhe arritja me shku të ajun, me një lutje që më njës, me kërkesë. Dhe e takova, më tha, e lezoj, më tha, kërkon që të hapim një program në gjuhën Shqipe. Tha, sa milion jeni? Tha, rrëdha 8 milion, i bana kështu unë. Po, gjithë shqiptarë. Ku jemi, po, shëtë. Tha, donë të hapë programën në gjuhën Shqipe për 8 milion janë banorë njërës, të shpo. Tha, a ditha se kena tha në botën islame, përgjithësisht në Afrikën, në Azije, me 20 milion, 30 milion. Nëmroj do emna ashtu. Po. Thoshtë, zotë di, unë jam përgjithës për komin të. Se cili me të të vinet, ata të kërkojnë. Ta, po së bënë ta kja punë. Ma përshë. I thëmë, për, qa me nënë me bënë? Me bënë, qëtë, ta, aj që të ka pru këtu, qojtë ministri i mrenshëm, Zeki Bedër ka kënë, be Zeki Bedër qojnë ty të Mubareku, vetë të maje ka ndorë me Of. Shumë lartë dhe pas ka që punë. Wallaj, po, edhe, me po, zyra ti e madhe, që me të mujtë psikologikisht. Po. Telefona, ne një rritek, ne një, ne. Edhe po marrë me ikon, e thëmë faleminderit, selam aleikum, kur vëpë këthejem, i thëmë, vetëm aja së rrugë, vetëm aja. Ati subhanallah mirë, sikur mirë një zonë nga mrenë, o budal, po kush të Allah këtë ide ty? Kush të Allah këtë ide që të bashkë që gjatë tjilë? Allah gjithë shana u. Pëse im shtetës të këti? Dola unë, u bëha që u bëha ma vonë, u realizu. Masha Allah. Proces shumë interesant, do thotë, faktikisht për një momentit kur u mbyll dera, radisht të tërë inspirimi dy që kjo të punë do bëhen. Do vazhdojnë, më sunan me kaq. Edhe kisha njëjës, subhanallah, se sërish do të vijat me takuat njëri. Dhe mos, se kjo shkoj gati një vjetë. Po. Nuk është, se ne i dona gjëna shpejt. Po. E dona me, nuk bëhen punë si kur me në ti. Po. është një lindje. Unë më kujtohet, hoqë ndërum, vitet në dhejta, fundi në dhejtave dhe fillimi i, dhe thotë, në dhejtës pas, në 91-2, i kam pa disa letra ku i keni bua shkrimet që gjërave që keni lezu faktisht për radio Karen gjuhën Shqipe. Edhe më vinke shumë interesant, do thotë, se do të një përgatitje goxha punë lipo, do thotë, pas gradin të shkujsh në ato makina daktilografike që kanë qenë vjetra, se të nuk mund të flasish spontanisht aty, hënë për hënë, du të përgatitish materialin që do prezentosh. Sa orë ka qenë emisioni? Emisioni ka qenë fillim gjysore. Edhe ishte me krejt fetar. Se kështu donim ne. Po, normal. Ajo ka qenë interesi ju. Për thjesht fetar. Gjysoret. Një herë ndilë, ma një u bë gjysoret për mëgjes në darkë. Ma një u shtu kohë, të është kanë 2 orët ati. Mashallah. Por ajo që do të kësoj këtu është, se njeriu sa do i zotit tjetë nuk banë punë vetëm. Për një duhet bashkëpunimi. Por si e madhe e rëndësishme. Ujku thënë të në shqiptarët e ka qafën e trash i krymë punë vetë, a ma nëzë nuk në ujqë. Ja. Që që ishte për të në ula, në oa për në kërkesa, ma shumë për i përcime vujtëve gjitha, në hamdulillah, të shqipunë ishte... Ama edhe lezitin e ka matë madhë, ma si fitohet me mund. Ja, zakonisht. Edhe kujdesin e ka matë madhë. Unë i ma i mentan ata venë që kam shku, të ata burës që kam taku. E them këtë hoqë ndërum se, për shemëll, gjendja juve e fështirë, ju ka ndimu, ju ka kalit karakterin tuj, ju ka bo luftarak.
edhe stoik, dhe keni vazhdu, keni luftu, derisa keni... Pas jush kanë ardhur hoxhallar tjerë, pas e kemi ardhur na, edhe ka filluar situata të lehtësohet. E tani është kriju një infrastrukturë goxha e mirë e jetës fetare, e kam frikë se këta hoxhallar të ri do e shpërfillin, nuk dhe din vlerën. Mund të lasdrohen, Po. lasdrohen, mund inshallah ja. Po do të theksej këtë se ndoshta për shkak të gjatë, po që tash vetëm zmahesh puna, kërkosh pak një njeri, paktën një njeri. Mirë është dy, se që radia vetëm s'hapet. Sigurisht. Dhe punë është ku t'i mirën ja unë ata njerëzit. Kishë studentat që kena pas ne, nga zonat to, nga trojet ne. Por ato kishin frikë me punu, se dhe unë që muna përse ishin tri. Ishte Jugoslavia ishte ende for... Ata s'kishin pasosh Amerikan. Edhe s'te kishin, që nuk i të razova. E vetëmja mënyrë ishte, se vetëmja që me ndiken ishte Kosova. Edhe ju këtu, po, ma ato, kishte marrë që një një qik. Dhe, ku i me i thonë, Hoxh Mazlami, i them ati, dhe Hoxh Rëgjeb Morina, Allah i lasht shnet. Amin, Allah i shpërblet të dytë, edhe shnet e imër gjatë, inshallah. Dhe erdha unë, mërna një muaj gjysë 2 herë në Kosovë, për t'i taku. Do më lanë fjanën, që të mos Hoxh Rëgjebi, që një shprehje shumë, se arroj kur, se me Mazlami njëshim që në zera atje, këshim muhabet, dhe kishte përtar një vizit atje në atë kohë, pra por Hoxh Rëgjebin hera parë që po e takoja unë. Dhe ku shu bënë sebeb, Haxhi Kemal Junuzi i përvalës. I përvalës, i prezident, Allah e mëshiroft të Kulla e jetimit. Bila saj kulla e jetimit, unë ja ka muhem në. Mashallah. Po e keni poezin tuja atje, ajo figuron vazhdimisht. Edhe i them, bizdu me të thotë, ka shtot një Hoxh që nëse vin kush, ai ka marrë. Thotë, kush është? E kishin i gju për Hoxhën, po si kishte taku. Kur rinë pej, shkume në pej, të ma verë ka qenë ngusht. Kjo, para se marrë të Hoxh Rëgjebi si student në Kairo? Jo, i kishte marru Hoxhë. Ishte Hoxhë, ishte imam gjami kryesor në pej. Derte me veshën e ti, me gjybe, me qalma, ashtu. Edhe shkjet kishin qef me pa. Hibeti i Hoxhës, po. Dhe shkume taku, ka pa shpit vogël aty, afër një lumit aty ishte. I thom kështu puna. Sot, ashtet për da vetë, është po. Allah akbar. Allah po. Ta është ta vej. Ta është në fëmit, grëmbi. Dhe më në i erdhen këta dy bashkën, mu një shtator erdhen të dy këta, dhe filloj më një programi, alhamdulillah, me të suri që pati. është një stacion shumë i rëndësishëm në zhvillimin e historisë së thirrjes islame tek shqiptarët, hapja e radionit në gjuhën shqipe, brenda një strukture shtetënore që ka qenë Radio Kairo në atë kohë, sukses i cili ka qenë kontributi juaj dhe vazhdon kontribon edhe më tutje. Unë e ndëgjoja në atë kohë ku isha fëmijë se njerëzit e përmendin si projekt shumë të suksesshëm, një ide briljante nga Hoxha Burhan Fili, një projekt ku u bashkangjiten edhe Hoxha Rëgjeb Morina edhe Hoxha Mazlami, Allah inshallah ju jep shëndet e ymër gjithë juve e bereqet, u shpërblen këtë mund me shpërblime më të mundshme. Dhe ndëgjoja njerëzit të cilët i kërkonin valë të Radio Kairos, që ndëgjojnë emisionin në gjuhën shqipe. Më kujtohet, nuk e kam kujtesën shumë të fuqishme, është pak e zvet, po mendoj se edhe na këtu në Shkup kemi tentuar ta ndëgjojmë domethënë Radio Kairo në gjuhën shqipe dhe ka qenë një lloj inspirimi për ne që edhe ne të bëjmë punë të cilat do e shërbejnë islamin, do e shërbejnë popullin ton dhe do ngelen do thotë si gjurmë të cilat kemi lënë. Dhe kjo është ajo që mendoj se është porosia shumë e rëndësishme që e jepni ju vazhdimisht duke i dhënë këto momente historike, se njeriu boti i madh duke lënë gjurmë të mëdha në shërbimin e fesë dhe të dheut. E ju fatmirësisht keni bërë shumë. Inshallah. Edhe ajo që keni bërë ka pas jehon të madhe. Bile ka depërtu jo vetëm pjesën e Shqipërisë londineze, po të na shqiptar gjithë po, edhe në vendet tjera në diasporë ku ka pas shqiptarë, sidomos pjesa e Amerikës. Hoxh, na kemi shumë me fol. Po na këtu po e ndërprejmë sot, që inshallah në takimin e radhës,
a e bëjmë ke ju atje në Shqipëri, a e bëjmë këtu të na përsëri, kjo ngelet kaderin e Allahut. Po zemrat i kemi aty bashk, edhe besoj që kjo dashamirësi e juaj dhe kjo gatishmëri që ju e keni, dhe respektin edhe dashnin që kemi na ndaj jush, goxha të vjetër në zemrat tona, do e vazhdojmë një takim të afshëm inshallah që të sot mos ju ngarkojmë edhe ju e më tepër, po përfundojmë këtu. Nëse keni ndonjë porosi të fundit. Ja vallai, do t'ju falenderoj si gjithmonë për bujarinë tuaj, mikpritin tuaj, njerëzllëkun tuaj të shumë. Kur flas tuaj të gjithëve që ke pranë, që ke shoqënisë, trimi i mirë më shok shumë të nani. Kështu që ne zgjatëm pak inshallah një gjusit s'do mërziten, por ne po ndajmë një gjë me to. Ajo binja e porosimja, sidomos me moshën e re, me rinin, të kenë gjithmonë të ecin me një lloj gajlet, me një lloj marakut, se çfarë mund të bëjë njeriu në këtë jetë. Sa do pak nëse mund duket krejt e vogël, por çfarë mund bëhet, çfarë mund punohet. Dhe gjithmonë që më punohet jo vetëm, po me shoqëni, me njerëz. Sot ka ndryshu punë, njerëz, mashallah, kanë shkuar për shkolla të ndryshme, dikur ishin vetëm një vend, sot janë me 10 vende që kanë studiuar djemtë tonë edhe vajzat. Ju uroj sukses të mira, uroj që hoxhallarët të kenë një harmoninë mesin e tyre. Amin. Pavarësisht qasjeve që ata mund të kenë. Por harmonia dhe bashkëpunimi janë kyçi i çdo pune, çdo vepre, dhe të jenë gjithmonë të cilët të bëjnë vend edhe për të tjerët. Se nëse nuk bëhet vend për të tjerët, atëherë njeriu vjen e ngushtohet. Pra të jemi zemrëgjan, të kemi dashamirësi ndaj të tjerëve, dashamirësi jo komerciale, po ta kemi origjinale, geniale, ta kemi tamam si duhet. Këtë në japin sukses, edhe njërë faleminderit shumë, Allah ju në roftë, pashim me hajre me të mira, e mos në harronin dua. Amin. Allah ju e pëshnet e bereqet, jemi nderuar shumë që ju kemi në këtë konaktonin. Ajo që e kam kuptu nga fjalët e juaj, nga puna juaj edhe gjithë tjerëve, është se kur njeriu e ka një breng, e ka një gajle, Allahu i madhërisëm, kur të është i sinqert, po i ndihmoj ke njeriu me arrit një sasi të madhe, bile ndoshta edhe më shumë se që kam menduar. Edhe andaj mendoj se kjo porosi që me cilën e përfunduat ju edhe takimin e sotëm është shumë e rëndësishme për brezat e ri. Ndërtoni në zemrat tuaja preokupime të sakta. Ndërtoni në veten tuaj ëndra të mëdha. Do jeni të suksesshëm në jetën tuaj. Normalisht suksesi është term që e përdorim na për me kuptu rezultatin. Se fundi fundit Allah është ai që jep suksesin dhe rezultatin, po ëndrat e mëdha, brengat e vazhdueshme që i kemi, ato do të na ndihmojnë neve për t'i realizuar, për të punuar në realizimin e tyre, edhe fundi fundit na besunojmë kënaqësinë Allah dhe shpërblimin e tij. Po ne jemi se ne flasim për sukses në Allah, pse Allah na garanton në Kur'an. Ja e hëllinin amenu në tansurullahi yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Nëse punoni për Allah, njërëshon e ka garantuar. Ne detyra është të punojmë. Se suksesi Kul i'malu. Kul i'malu. Po, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Punoni se Allahu edhe pejgamberi dhe besimtarët e shohin punën tuaj. Dhe ne, bani njeriu, shiko kur punohet, vallahi unë e kam vërtetuar, e kam parë në jetën time që ti kërkon një gjë krejt vogël, Allah i rëshanë të surprizon ty, të befason ty me gjëra mallore, që ti asë si ke pasën men. Të them të vërtetën, kur menoj unë atë, prapë se një minutë më falni, që pa ta marrë, kur menoj unë, dhe me thënë, hymin e parë, në nërtes që ti pas ke kënë në Kairo, me spire i thonë asaj nërtes, ku është rrëti stacioni, radio i Kairos në Egypt, që unë të dalë zonin gjunë Shqipe për ati me nësë më ka thonë, po e baj provë. U ba, su ba, mos të tëmë se se kam ba provë. Ajo që u mendoj kësë është e pa mundshme, u bo e mundshme me ndihmën e Allahut dhe me dëshirën të. Allah i shpërblet. Vëllezër të dashur, besimtarë të nderuar, ju të gjithë që na përcjellët në këtë bisedë këndshme me hoxhën tonë, mysafirin tonë, vëllaun tonë, mikun tonë. Ju falenderoj për vëmendjen, lutim Allahun e Madhëshëm të na mundson përsëri takim të radhës që të vazhdojmë aty ku kemi lënë. Do t'ju dashundet e bereqet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah i barak fika.